I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë mision të tij, që ishte një herë edhe objektivi i tij, gjatë këtij procesi të edukimit kishte para vetit këto 4 misione. E para, kumtimi dhe përcjellja e mësimeve të Kur'anit. Kjo ishte domethënë ajo faza e para, etapa e parë. Edhe ne e dim nga praktika e pejgamberit alayhisalatu wassalam, sa herë të dërguarit të Allahut i kanë ardhur ajete të reja nga Kur'ani famullar, më një herë i dërguari i Allahut ka dalë dhe u ka kumtu besimtarëve, edhe të njerëzve, do thotë. Një pjesë e misionit të tij ka qenë në raport me besimtarët, mirë po kumtimi dhe thirrja e tij ka qenë universale, do thotë ajetet e reja të cilat kanë zbrit dispozitat e caktuara, rregullat e caktuara, u ka kumtuar edhe njerëzve. Do thotë në këto 2 sfera ishte roli i tij. Misioni i tij i dytë apo etapa e tij e dytë, e cila vazhdon, ishte mësimi i Kur'anit. Domethënë etapa e parë kishte të bënë me kumtimin, në kuptimin e përgjithshëm. Tani vjen një etapë më e veçantë, mësimi i Kur'anit që ja bënte shokëve të tij. U mësonte Kur'anin, për shembull, kemi nga jeta e shokëve të pejgamberit sallallahu të gjithë sahabët pa dyshim ishin të interesuar ta mësojnë Kur'anin, por në mesin e tyre ka pas më të zgjedhur që ambicia e tyre ka qenë edhe më e fuqishme drejt mësimit të Kur'anit. Për shembull, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thot 70 sure të Kur'anit i ka mësuar drejt për drejt nga gjuha e pejgamberit alayhis salam. Do thot nëse e kemi parasysh 70 sure, Kur'anin në plotni ka 114 sure, 114 kaptina. Atëherë kjo i bie se Abdullah ibn Mas'udi aq ka qenë ambicioz, aq ka qenë i interesuar që ta mëson Kur'anin, 70 kaptina në mesin e 100, do të thotë i bën diku 70% Kur'anit e ka marrë drejt për drejt nga gjuha e pejgamberit sa. Pastaj vije misioni i tretë apo etapa e tretë në këtë mision, e që është mësimi i urtësisë. Do të thotë pejgamberi alayhisalatu wasallam, sikurse na mëson ajetet wa yuallimuhumul kitaba wa mësoi librin Kur'anin, wal hikmata, urtësinë, do të thotë urtësia urtësia në kuptimin e veçantë është për qëllim, do të thotë tradita profetike e pejgamberit sa sunneti. Mirë, po neve po na intereson nga aspekti i procesit pedagogjik. Do të thotë vetë kumtimi i Islamit, pastaj mësimi i Kur'anit në mënyrë të veçantë, mësimi i urtësisë, të gjitha këto janë procese që bëjnë pjesë në procesin e edukimit. Do të thotë ky aspekt po na intereson që ka të bëjë me temën tonë.